Alo. Selam aleikum. Selam aleikum. Selam. Pyetja ime është për hoxhën për çështjen e mesit, që e tha torzit. Se unë kam një çodollar, po kanë çorapët e trashe e tolla, se me tolla nuk ban. Tash, si është çështja e mesit? Pina më vetë sabah, ta marr ti marrëm abdes. A duhet edhe me çorapat verës, apo duhet më kon trashe të dimit? Nëse bën një çorem qartë ju. Qartë. Në rregull. Faleminderit, aleikum selam. Po I përgjigjemi telefonuesit për llojin e çorapeve. Mes. E përshëndesim edhe ne pyetsin, po kur thot përgjigje të qartë, unë mendoj që ka pas deri tash shumë përgjigje të qarta. Edhe absolutisht nuk duhet të azojmë për të madhe ose të akuzojmë xhallarët se nuk po e shpjegojnë këtë çështje. Kanë fol shumë para meje dhe kanë shpjeguar bukur, mirë, po me që na u bë pyetja, unë po I them dy fjalë. Sa I përket mesit të çorapave, në parem dietarët kanë diskutuar sa lejohet apo nuk lejohet. Disa dietarë nuk e kanë lejuar fare mesin mbi çorapa. Pas çorapa me kushte, të cilat të vështirë është sot me gjetë çorapa me ato kushte. Mirë, pastaj shumica e dietarëve e lejojnë edhe mesin mbi çorapa. Mirë, cilat janë ato çorapa që I jepet mes? Normal që çorapat janë të ndryshme. Po edhe fjala çorapa trasha, ose çorapa të hulla. Çka nuk kupton çorapa trasha, çorapa e hull? Më thonë varësisht prej njerëz ose prej vendit. Dikush domethënë I llogarit disa çorapa që janë të mesme, I llogarit trasha, dikush I llogarit të hulla. Kështu që edhe kjo fjala me qenë trasha, me qenë të hulla, prapë nuk është precize. Për ata disa dietarë janë mundu me I vendosni kufi. Edhe kanë thonë çorap që lejohet me I dhon mes, është çorapa e cila edhe kur tërhiqet, kur grihet pak, që bëhet më e holl, nuk shfaqet lëkura e komës. E nëse nuk shfaqet lëkura e komës, atëherë I jepet mes këtyre çorapave. Përderisa nëse çorapat janë të atij lloji që vrehet lëkura e komës prapa atyre, të I dukshme ose kur tërhiqen pak, domethënë pak mu tërhiq. Vrehet lëkura e komës, do thotë pak mu tërhiq aty ose janë të rrolla, janë shumë të holla. Ose janë të rrolla ose janë të holla, atëherë këtyre nuk ju jepet mes.